Qyteti i Gostivarit do t'i bashkangjitet fushatës globale Dita e aktivizimit kundër dhunës në familje, e cila fillon nga dita e sotme për të përfunduar më 10 dhjetor në ditën botërore të drejtave të njeriut. Kësaj fushate me aktivitete konkrete i bashkangjitet edhe sektori jo qeveritar nga Gostivari, konkretisht Qendra për të drejtat e gruas Etika në bashkëpunim me Zhenski Center në Gostivar, bën të ditur se Bajete Zenku, drejtuese e Qendrës për të drejtat e gruas Etika në Gostivar. Në suazat të kësaj kampanje, edhe sektori jo qeveritar nga Gostivari, kryesisht Qendra për të drejtën e gruas Etika, në bashkëpunim me Zhenski Center në Gostivar, si vjet i bashkangjitet kampanjës duke ndërmarrë aktivitete konkrete, edhe atë parashihet më 1 dhjetor të këtij viti, me fillim në ora 12, në Qendrën për Punë Sociale në Gostivar do të mbahet një forum intersektorial ku do të ftohen përfaqësuesit të gjithë sektoreve dhe do të bisedohet problemi i dhunës në familje. Gjithashtu ndër aktivitetet që pasojnë është edhe organizimi i një punëtorie me gra dhe të rinjët, dikun më 6 dhjetor, domethënë prej orës 12 me fillim në objektet e kryqit të Kuq në Gostivar, ku gjithashtu do të trajtohen problemet dhe pasojat e dhunës në familje. Të gjitha këto aktivitete janë si rrjedhoj e kampanjës të cilën si vjet në përkrahje të UN Women e ka ndërmarrë rrjeti i grave anti-kon nga Shkupi. Mesazhi i si vjetëm me të cilën zhvillohet kampanja është që të mos lejmë asnjë pas që ka për qëllim përkrahjen e viktimave të dhunës në familje, si dhe inkurajimin e tyre për të denoncuar rastet në polici. Mesazhi i si vjetshëm është të mos lejmë askënd pas, me qëllim që të eliminojmë dhunën në familje, ndërsa mesazhi jonë si sektor jo qeveritar është që të mundohemi të gjithë në mënyrë shumë të thjeshtë, domethënë me një ngjyrë portokall, të ngjyrosim edhe si vjet qytetin si një shenjë përkrahje të gjitha viktimave të dhunës në familje dhe me vetmin qëllim që të bëjmë eliminimin e këtij problemi aktual. Dim që dhuna në familje është një dukuri globale, e cila në hapësirat tona gjeografike është e heshtur dhe përjedhoi një numër i konsiderueshëm i grave kanë qenë viktim permanente e dhunës në familje. Problemi i dhunës në familje, siç e cekët edhe ju, nuk është problemi i ditëve të sotit, por është problemi i cili rënjët i ka shumë më herët dhe është shumë vështirë që të mund të eliminojmë këtë problem. Edhe pse ne si sektor jo qeveritar deri tani kemi ndërmarrë shumë aktivitete, përsëri nuk mund të themi se e kemi eliminuar dhunën, por është arritur që të ngrihet vetëdia te gratë dhe të reja të qytetit tonë dhe të rrethinës, që këtë problem të mos e mbajnë fshekt si problem familjar, apo problem që i tangon vetëm një çifti, por kanë filluar që hap të flasin për problemin dhe të drejtat e tyre si qytetar. Fushata e 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës së gjinore ka si qëllim të fuqizojë veprimet për t'i dhënë fund të dhunës ndaj grave dhe vajzave në mbar botën. Aktiviteteve të këtilla ftohen t'u bashkangjiten të gjithë gratë, pa dallim moshe dhe nacionaliteti.